Në ligjin për sigurinë kombëtare të Shqipërisë neni bazë është i qartë. Në sektorët dhe shërbimet strategjike, përfshirë portet, inteligjencën dhe doganat, drejtuesit dhe punonësit duhet të jenë vetëm me shtetësi shqiptare, me figurë të pastër dhe certifikat sigurie nga strukturat e posaçme të shtetit. Por në praktikë, ky nen është shkelur sistematikisht nga kryeministri Edi Rama, i cili prej vitesh ka emëruar persona me 2 ose 3 shtetësi, me dosje penale apo lidhje të dyshimta ndërkombëtare, në poste që lidhen drejt për drejt me sigurinë kombëtare dhe interesat strategjik të NATO-s. Rasti më i fundit është ai i Libur Naliut, ish ministër në qeverinë Kurti, të cilin më 28 tetor Edi Rama emëroi drejtor të portit detar të Durrësit, një nga pikat më të ndjeshme të sigurisë detare në Ballkan. Aliu nuk zotron vetëm shtetësi shqiptare, por edhe kosovare, dhe emërimi i tij është bërë pa verifikim të figurës dhe pa certifikat sigurie. Emërimi i tij verbal, pa procedurë, është bërë në kundërshtim me çdo standard të sigurisë kombëtare dhe me normat që rregullojnë sektorët në jurisdiksion të NATO-s. Ndërkohë asnjë raport zyrtar nuk konfirmon se ai ka kaluar kontrollin e Agjencisë së Sigurisë së Informacionit të klasifikuar siç kërkon ligji. Në të njëjtën mënyrë, Rama veproi edhe më parë me Vlora Hysenin, të cilën e emëroi në korrik 2021 këshilltare për sigurinë kombëtare dhe më pas, më 3 prill 2023, e vendosi drejtuese të shërbimit informativ të shtetit, pa i kaluar asaj asnjë filtr sigurie dhe pa miratim nga Komisioni i Sigurisë Kombëtare në kuvend. Vlora Hyseni kishte qenë më parë drejtuese e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, prej nga u shkarkua në qershor 2021 me dekret të presidentes Vjosa Osmani dhe propozim të kryeministrit Albin Kurti. Motivi i shkarkimit ishte cënimi i sigurisë kombëtare dhe lidhje me shërbime të huaja, siç përcakton vendimi zyrtar i qeverisë së Kosovës. Megjithatë, Edi Rama e solli atë në Tiranë dhe e ngarkoi me drejtimin e shërbimit më sekret të vendit në kundërshtim flagrant me ligjin dhe me parimet e NATO-s për transparencë të figurës së drejtuesve të agjensive të sigurisë. Emërimet me precedent nuk mbarojnë me kaq. Në shkurt 2017, Rama emëroi Lulzim Rafunën, shtetas kosovar, si krye këshilltar për shërbimin doganor, pa certifikat sigurie dhe me dosje penale për korrupsion dhe kontraband gjatë kohës kur drejtonte doganat e Kosovës. Në mars 2020, ai vendosi në krye të Autoritetit të Aviacionit Civil të Shqipërisë një tjetër shtetas kosovar, Dritan Gjon Balajn, i cili ishte shkarkuar nga e njëjta detyrë në Prishtinë për cënim të sigurisë kombëtare dhe lidhje me qarqe mafioze. Në maj 2019, Rama i shtoi kabinetit të tij edhe një emër ndërkombëtar të kontestuar ish drejtorin e shërbimit sekret të Rumanisë, Mihail Florian Koldea, të akuzuar në vendin e tij për bashkëpunim me rrjete ndërkombëtare të trafikut të drogës dhe armëve. Të gjitha këto emërime përbëjnë një shkelje të qartë të ligjit për sigurinë kombëtare dhe një rrezik real për integritetin e institucioneve shqiptare. Në sektor si portet, inteligjenca, aviacioni dhe doganat, vendimet e Ramës kanë vendosur në pozita kyçe individ që nuk kanë asnjë kontroll ligjor, disa prej cilëve janë shkarkuar në shtetet e tyre për arsye sigurie. Ekspertët e sigurisë paralajmërojnë se këto emërime e vendosin Shqipërinë në pozitë të cënueshme brenda aleancës së NATO-s, ku verifikimi i figurave është kushti pa negociueshëm. Në rastin e portit të Durrësit, ku tashmë janë përfshirë investitorë nga lindja e mesme, emërimi i një drejtuesi pa certifikat sigurie dhe pa shtetësi të vetme shqiptare shihet si rrezik i drejt për kontrollin strategjik të infrastrukturës detare të vendit. Në këtë panoramë pyetja nuk është më nëse Edi Rama po shkel ligjin, por pse strukturat e kontrollit shtetëror dhe të sigurisë heshtin, duke e lejuar që postet kyçe të sigurisë kombëtare të mbahen nga njerëz që as ligjërisht, as moralisht nuk kanë të drejtë të jenë aty. Shqipëria po ecën drejt një modeli ku siguria kombëtare është kthyer në favor politik dhe mjet loje gjeopolitike, dhe ky është rreziku më i madh që një shtet mund t'i bëjë vetes.